është me rëndësi për shembull për me reflektu në aspektin psikoemocional është me rëndësi shumë me abstenu prej ushqimeve. Sepse shpesh herë ndoshta edhe problemet që na i kemi me shëndetin tonë është për shkak të ushqimeve dhe të konsumit që na e bëjmë. Dhe pse na bëjmë konsum të pakontrolluar është pikërisht për shkak të gjendjeve psikoemocionale të papërballueshme dhe ne i përdorim si një lloj zaventësuesi. Dhe në këtë rast kur ne abstenojmë prej ushqimeve, na i japim mundësi do thotë gjendjes tonë psikoemocionale me u shfaq. E ke pa për shembull njerëzit janë të ndryshëm gjatë Ramazanit, po flas për personat të cilët agjerojnë. Disave i japet mundësi me u shfaq, do thotë nervoza ose të më thonë zemrimi. Pra, personat të cilët kanë predispozit të mlefit, të zemrimit, të akumulum, në Ramazan normalisht që ka me ju shpërfaqe ajo pjesë. Pra, sepse në momentin që ti abstenon prej ushqimit, prej konsumeve tjera, atëherë ti ki mu përballë me qatë emocion. Ose për shembull, dikush që dhëmshurinë ose dhimbjen ose e ka si ma të bllokuar, në një farë mënyrë gjatë Ramazanit ka mundësi që me u çliru ajo. Tash na për shembull në aspektin terapeutik ne gjithmonë bëjmë thirrje që me punu me gjendjet tona emocionale, që me rënë kontakt me gjendjet tona emocionale dhe me i përpunu ato gjendjet tona emocionale. Kështu që Ramazani na ndihmon shumë këtë drejtim që na me i përpunu këto gjendjet tona emocionale.